Familjarët e Klodian Drecës dhe Taulan Prendit, dy viktimave që mbetën të vrarë në orët e vona të mbrëmjes në Milot, kanë pohuar se të rinjt nuk kanë pasur asnjë konflikt, ndërkohë që kanë bërë apel për kapjen sa më shpejt të autorëve dhe vënien e tyre para drejtësisë. Nga hetimet e para bëhet e ditur se në vendngjarje, pas këmbëve të urës janë gjetur një armë zjarri automatik dhe një pistolet, që mendohen se janë lënë nga autorët, ndërsa familjarët presin që të bëhet zbardhja e ngjarjes sa më shpejt. Nuk I kena ku I bësh. Tre nipa, dy të vllajt, një të motrës. Shumë jeta të shoku, parazitën. Unë e kërkoj një orë e sa më parë kryeministrit, ministrit Renit, I bëj thirrje me shpirt që të zbuluhet ngjarja, të kapet autori sa më shpejt. Ndonë se familjarët e viktimave pretendojnë se nuk kanë asnjë konflikt, burime nga policia e Lezhës kanë bërë të ditur se po hetohet në dy pista. E para është shënjestër e gabuar, ndërsa bëhet të ditur se drejtuesi I mjetit, Klodian Dreca, I cili mbeti I vdekur, është person me precedent penal, pasi është I dyshuar si autori një ngjarje të dhunshme ditë më parë në një karburant në Milot. Aty një iri nga Rubiku u ra barbarisht dhe aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë. Të rinj që po udhtonin me një automjet tip Golf u qelluan te ura e vjetër në Milot, pranë vendit ku banonte Dreca. Plumbat e dal nga armët e atentatorëve kanë deportuar deri te një lokal që ndodhej pranë urës së Milotit, por fatmirësisht brenda nuk ishte asnjë person.